Çmimet në Shqipëri po rriten shumë shpejt duke ngushtuar gjithnjë më shumë hendekun me Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave të Eurostat, niveli mesatar i çmimeve në vendin ton ishte 62.9% e mesatarës së Bashkimit Evropian nga 58.2% që ishte ky nivel më 2023 dhe 54.6% në vitin 2022. Janë të shumë turistët që ndërsa restorantet i vlerësojnë të lira, i gjejnë çmimet e ushqimeve që blejnë në dyqane apo supermarkete më të shtrenjta se në vendin e tyre. Të dhënat e fundit të Eurostat, që mat indeksin e çmimeve i matur sipas barazdisë së fuqisë blerëse për shtetet e Bashkimit Evropian dhe vendet kandidate, e konfirmojnë këtë tendencë. Për herë të parë që nga viti 2025, kur Njësia Europiane e Statistikave mat të dhënat, indeksi i çmimeve të ushqimeve dhe pijeve jo alkolike për Shqipërinë e ka kaluar lehtë nivelin 100%, që do të thotë se çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë 1% më të shtrenjta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Në një kohë që të ardhurat sipas metodës së fuqisë blerëse janë sa 41% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Nga viti 2025 deri në 2018, çmimet e ushqimeve në Shqipëri ishin mesatarisht nga 68 deri në 78% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Nga 2018 filloi kërcimi i tyre, teksa në 2023 çmimet në Shqipëri ishin mesatarisht vetëm 7% më të lira se mesatarja e Bashkimit Evropian. Ndërsa në 2024 çmimet u barazuan për herë të parë, madje i kaluan lehtë me 1%. Produktet më të shtrenjta ushqimore për familjet shqiptare në raport me BN janë vesët, djathi dhe qumshti që kanë kapërcyer në 131% e mesatarës së BE-s nga 119.5% vitin e mëparshëm. Edhe çmimet e tjera janë në rreth 25% më të shtrenjta se në BE, 124.8%. Pijet jo alkolike janë 19% më shtrenjtë se në Europë. Më lirë shqiptarë blejnë cigaret që kushtojnë sa 47% e mesatarës europiane. Në krahasim me vendet e tjera të Europës, çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë thuajse të njëjta sa në Gjermani, Portugali, Itali, ndërsa kushtojnë më shumë se në Spanjë, Çeki, Poloni, Bullgari dhe janë më të shtrenjta në rajon. Në Europë, çmimet më të shtrenjta të ushqimeve janë në Zvicër, 158.5% e mesatarës së BE-s. Island 143.9%, Norvegji 131.2%, më të lirat janë Turqia 76.7%, Rumania me 75.5%, Maqedonia e Veriut 73.4%. Për Kosovën, të dhënat e fundit janë për vitin 2022 në nivelin e 83.7% të mesatarës së BE-s. Arsyet për këto diferenca lidhen me nivelin e lartë të taksave për mallrat e shportës në Shqipëri, sidomos TVSH, kostot e larta të transportit, logjistikës, jo shumë të përshtatshme, spekulimeve dhe mungesës së konkurrencës.